Tetori njihet si muaji i rozë, një periudhë dedikuar ndërgjegjësimit dhe luftës kundër kancerit të gjirit. Gjatë këtij muaji zhvillohen aktivitete të shumta për të kujtuar rëndësinë e kontrollit të hershëm dhe për të inkurajuar gratë që të kujdesen për shëndetin e tyre, me qëllim të ndërgjegjësimit të grave për t'u mbrojtur nga kanceri i gjirit. Infermierët të qendrës klinike të mjekësisë familjare në Gjakov, sot në një tent të improvisuar shpërndan broshura informuese për qytetarët. Pra sot fillon veç muaji roz, i cili ne veç e quajmë. Sot ambulanta pra është organizuar nga sot me pas edhe aktivitete, sikur vjet për vjet, po në ndërkohë kemi bërë edhe një marrëveshje me OJQ-n Javlen të Jetosh, e cila edhe ajo ka një pjesë që do të na përkrah për këtë vit. Na gjithmonë kemi në 4 qendrat, po do të ftohen të gjitha gratë që do të marrin edhe ligjëratat për parandalimin e kancerit të gjirit. Shehu Kola foli edhe për rëndësinë e zbulimit të kësaj sëmundje në fazë të hershme. Siç e dim, kjo sëmundje është se edhe e përhapne, po në fushat, pra fushata ndërgjegjësimit, shumë gra dhe shpejton që janë diagnostifikuar edhe me kancer të hershëm. Drejtoria e Shëndetësisë bashkë me KPSH-n organizon nga sot tenda për shpërndarjen e informacioneve me broshura, vendosin e sistemave dhe ligjëratat në të gjitha shkolla, institucionet dhe me banorë të fshatrave.